A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Dhe vazhdojmë me dersin Shifai Sherif, po javën tjetër është Kurban Bajrami dhe qëllon bash dita e premte. E ne si e kemi edhe tradit, e ne fetarisht do them ama me shumë gabime, që shkojmë ziarete në familje, do kemi angazhime, atër javën tjetër ta bëjmë këtë lajmërim, tu lajmërojmë se nuk do mbajmë ders, se i vëjmë bash dita e pare e Bajramit. Ma pa inshallah javës tjetër do shifemi prap me lene Allah. Tash, nuk du dal pite me qitapin sën pres me padurim, du ta filloj, po me që e përmendëm tash, borç, hoxha duhet t'i flase pak do të vërteta, se në Bajrame që i bëjmë këto ziaretet, xhamat 90% nuk janë në rregull. Nuk e di si na ka mbet kjo kështu. Shkojmë burrat, bëjmë Bajram me gratë, burrat e huaj vinë në shtëpi tona, bëjmë Bajram me gratë tona, me nanat tona. Jo se është diçka dinë, mirë po, rend ka Islami apo. Islami na urdhëron burrat me burrat, gratë me gratë. Si ka ardhur kjo traditë shumë nuk e di. Nuk mund ta imagjinoj hoxhallarët para 100 vjetet hinë me një vetë, bëjnë Bajram, e në aty të ketë vesh trenuse e në vjerat. S'ka shanca. Kur të regohet se Ali Efendia është kërrys këti ka dal gërbja, tu shiku poshtë, aman mos e preke shikimi i vetë, ndo një grua që se ka me një qah, që kanë të regohet dhe kojshit edhe antartë e familjes, kur ka ardhë punat hyet e shpia e vllaut të vetë, mirë po me që është martu mo vllau, edhe ka aty një grua të huaj, që neve i kemi do muhabete, palavra, motër, nuk ka motër është ajo që kalin pej barkut në nëstant. Ajo ma nuk ka motër. Ajo është gruja e vllau tanë, si pas fesë islame, të regojnë Ali Efendia, i ka ra derës, e ne ka këthy shpinën, ka dera, e ne themi adesh që japet që këtë, që e lapsin, ja ka dhanë që këshu lapsin, e ne haj për të majrë. Qka që muhabet me gruan e vllajt? Tash u bom në vlla e motër, caus menjë, caus halet, caus teze, kitë si motra, e në tash kësht i bësh Bajram me gruen e gjallit tezes, babit, gjallit halës, nanës, dejrës, të baqë, na kitë gazës, nuk o kjo fe islame, tamo. Vërtet xhamat, këto nuk janë tradita të fes islame. Allahu Taala na zgjoft, edhe inshallah, se këto sjellin ma për edhe kontraefekt, janë Turqi. Këto gabimet sollën një efekt të kundërt, njerëzit fillon tash ta përdorin Bajramin si pushim. Po si s'pas ka se vab, gjishkoj unë e bëj Bajram me gratë huja, atër, hajtë shkoj pushim, po në pushimi nuk o mirë, apo? Të i rej Bajramin bone këta, me familjarët, ama, burat veç, gratë veç, ta bëjmë edhe soset puna. Mirë, vazhdojmë me qitapi i bereqetshëm, shifa, shërim, dhe bëjmë njetë, apo Allah në shëroft nga këto probleme që i kemi, të bindemi neve o gjema që këtu, sa veta jemi. Sa shpia bëjnë që këtu? Për afërsisht një 100 shpia bëjnë që këtu. 100 shpia në Tetov, ose në Gostivar, me bo këtë tradit, me njerë dhe qërët që e kajnat njetë, ama së në marin gudzim, për 100 me njerë 1000 shpia bohemi, edhe që neve bohemi se vapin e marim, për çdo shpi mapa që dhe e këthen këtë tradit të vjetër. E personalisht bëhet një motivim për dikë, shpaja jeme qashtu është. Unë nuk dal kërkun për Bajram, edhe nuk vjen asku shpinë teme për Bajram. Pse? Besimi ka grua, qka që. E ne e pranojnë xhamat. Asë një antari familjes nuk më thot këtë e kanë lënë mend. Au, ki pisi math, nuk më thujnë. Pse? Pse bëja që kërkon Allah dhe pejgamberi? Qka që? Gruja ime, s'ka qka t'i nxjerrë qaj, dhe një buri tjetër përveç mua, babit tem, vllajt vet, e në babit saj. Qetër kërkujës duhet t'i qese qaj një gruaja. Tam, mirë. Unë jam i ri hala për t'i folë këto tema, ma një ditë kur dhe më zbardhet mjekra, inshallah, dëzam vend këto fjallë. Bismillahirrahmanirrahim, fillojmë tash me dersin. Dersin e kaluar u përmendën disa ajete që kalojnë në Kur'an, po edhe që kanë kaluar në Teurat, lidhje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash vazhdojmë me disa ajete ku Allahu Teala shprehet shumë but
me mëshirë dhe me shefkat, xhamat që këtë laf, shefkat duhet me mbajt mend, thëmë me butësi ndaj pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Një pe atyne është thot ky imam i nderuar Qadi Iyadi, surja Teube ajeti 43. Sa'idhu billah bismillah. Ky ajet keq kuptohet xhamat. Shpesh e kemi thënë, kur lexosh përkthim të Kur'anit, mund dalish edhe ateist. Kur lexosh përkthim të Kur'anit, mund dalish njeri që besojsh se pejgamberi ka pas gjunafe e në Allah e ka qortu. Tash ta shohim. Allahu Teala thot: "Afa Allahu ank lima idhinte lahum." Afa kur e përkthim gjuhën shqipe i vjen Allahu të fale, Allahu të falt. Pse u dha e leje atyne? Çka kuptuam? Kurrë nuk kuptuam. Për çfarë tash do hym pak në sqarime. Bëhet fjalë për luftën e Tebukut, ku atëherë krishterët, perandoria e Bizantit e ka pasur edhe territorin e Shamit, Palestina, ku është Siria e sotshme, ku është Allahu Teala, ja Rabbi, shpëtoj ato musliman nga zullumçarët. Amin. Atëherë ka qenë ende kufiri, do të thënë territori i perandorisë romake. Për hapet një dezinformat atje, kinë se pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë. Dhe ato e marrin këtë guzim, thunë ja tash është rasti dhe e bindin perandorin, hajde tash të hym në kufirin e muslimanëve arabë dhe t'i shkatrojmë një herë për gjithmonë ato. Pejgamberi alayhis salam kur e merr vesh këtë lajm i mbledh 10.000 musliman. Ato qerët kanë qenë 40.000. 30.000 veta më shumë. Aja kanë pas frigën hiç. Pejgamberi na ka thënë, a shkojmë? Shkojmë. I njëti pejgamber na tha mosni me kamat ne. Për çfarë xhamat? Çajo perandori sot e ka ndru veç emnin. El kufru milletun wahide thot pejgamberi. Kufri është një millet. E ndrojnë veç emrin. Ama lëvizjet, gjestet janë të njëjta, zullumet janë të njëjta. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i merr 10.000 besimtarë. Zakonisht pejgamberi kur anis për ndonjë ekspedit ushtarake, nuk u ka kallëzu sahabëve ka dë shkojnë, ku dë shkojnë, me këtë zien, me këtë luftojnë. Helbet po ka dë një munafik, ma po u shkojnë lajmet edhe dyshmanëve. Mirë po këtë herë që të përgatiten majrë muslimant, këtë e kanë ditë se neve shkojmë në tokat e Shamit dhe dë luftëm me perandorin romake. Kundër 40.000 vetave do të luftëm. E tash ajeti flet: Afa Allahu ank, Allahu të falë të ja Rasulallah, pse i dha e leja atyne? Kujt i ka dhënë leje pejgamberi alayhis salatu wasallam? Se ka pas shumë vështirësi në këtë luftën e Tebukut. Ndryshe e ka emrin edhe Xheshul Usra, ushtria e vështirësisë, se Hazreti Osmani ka dhënë 300 kuaj, 300 deve, Hazreti Omeri 4.000 dirhem, Abdurrahman ibn Aufi 8.000 dirhem. Gratë tregon njëna pe gravet pejgamberit alayhis salam, së më kujtohet emni, thot dola në xhamin e pejgamberit, ku ta shoh, thot një pëlhur në tokë, me altan, me vanth, me biluzik mesen, kush ka pas xhamat ka qit nga shtëpia, ti ndihmojmë ushtrisë muslimane, se nisen në një luftë shumë të madhe. E kur e shohin se situata është shumë serioze, 10.000 me 40.000, pejgamberi alayhis salam u ka thënë kitë muslimane, hajde tash, çohemi dhe shkojmë. Seferberlëk i thunë kësaj, në gjuhën e vjetër, këtë musliman që i kanë besu Allahut pejgamberit janë nis. Mire po, munafikët frigohen. Munafikëve u hin trema, ashtu janë munafikët. Kur e shohin se ka një dobi për musliman lek, sidomos ai përballë kur dihet më i fortë me njerë, mos. Ubej ibn Seluli që përmendet si munafiku më i famshëm i Medines, që këtë ka thënë, Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam nuk e di me kë ka punë. Shifet. Pejgamberi nuk e di ka me kë ka punë, që ka non stop punë me Xhebrailin alayhi salatu wassalam. Shifet çfarë bindje e ka për pejgamberin sase. E tash edhe neve të besojmë një si ky kur hoxha na tregon diçka, na thot diçka, themin kët vakët ani se kit. Për shembull, unë thash këtë për ditën e Bajramit, te mund të më thysh, hoxha nuk e ka, hoxha nuk e di, se unë me kë kom punë shpej. Hoxha nuk e di, babën tem sa i vështajrë është, haxhia jem sa i vështajrë. Nëse ju të paktën këtë nuk e keni si bindje, ama i frigeni, po, kuptoj edhe unë. Nëse, inshallah gjithë një ditë i hapim syt dhe jetojmë sheriatin si duhet, ama gjë më të lezetshme, më të këndshme, se të zbatohet sheriati në muret e shtëpiave tona s'ka. Këtë ato muhabete qera ma pa statusat WhatsApp, pejgamberi ka thonë, hadithi Bukhari, kitë jonë muhabete.
Njësa, së ne bëjmë që këtë. Në shpinë tonë tjetohet feja e pejgamberit a.s. Ka thënë dorën mos i asgjat asaj që se ke grue, motër, nan, teze, hall. Çka? E në motër qumshti, hinë do detaje. E ta shti 7 breznave të familjes dhe japish dorën bas një jave. Ama ma pa bas një jave tjetër, me të të pa status në WhatsAppit, se flasish a mundet me i pre thojt për Bajram, ku e di qka, ta bëj report, ta bëj blok në WhatsApp. Neve dhe i lam këto, themi, reklamat, këto të shtirme sikur shumë fetar. Neve dhe koncentrojmë në shtëpi tona të jetohet feja islame. Nuk duhet fen me e bo sakëz, me debatu, me fol, ai hoxha ka thonë, ki ka thonë, besimi ka thonë, ai qetri ka thonë, ki qetri ka thonë. Vallai hym gjynaf. Dë nazane dhe kun shara ngosht, dë me ndësh se, si shumë shok që kanë marrë halal lek për mje, hoxha me ndësh se në taj me mje kërgjati e për atine, e në të kom shajt që vërdal, e në më kalzon që para syve, e në ti tash presish, hajde, gjym ka shajt, në shkja, nënë në grunë, apo, i me ndësh të e sape, dush, njerës jemi, majrë halal, kat me kat, s'ka problem, mirë po dëkush mund mos të ta boje halal, për qatë mos flasim, be, leve ti jetoje atë fe, që ta ka pru Allah dhe pejgamberi, dhe e shojë se sa kënaqësi është kur e zbatojsh, a kështu kur debatojsh të hinë siklete, të hinë vezvese. Pse? E ofendojsh dikë. Madje sa me qeni devijuar ai qetri që nuk të pëlqen, Po prap bej kur ka qenë në studime, ne vetë mendojemi ku kemi qenë, apo. Ma privat, ma ndryshe do fjali përdora, tash se dalim para xhamatit, pak ma me kujdes flas. Apo? Është njeri, ashtu, kështu ka deviju, ka rishit, tamam, atë leja hoxhës ta kritikoja. Neve si xhamatli, dhe mundohemi në shtëpia tona, feja të zbatohet edhe pikë. Mirë. E këtë luftën e Tebukut, në për tefsire, edhe në për hadithe normal, tregohen se ka ndodhur disa ngjarje interesante. Ka qenë, do thënë, koha ku me të vërtet munafikët janë përpjek shumë. Thënë, u ka ardhur gjina ndoshta për krishterët apo se dhe hupin luftën, se e shohin këto muslimanë se një ndalë askush, e në ato me njerë të bëjnë do organizime. Janë mbledh në Medinë në shtëpinë e një jahudie, emrin e ka pas Suwejlim, nëse s'jam gabim, s'ta së më kujtohet mirë si e shkrujta, këtu e kam shkruajtur Suwejlim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e çon Talha ibn Ubejdullahin, i cili është një nga 10 të garantuarit me xhennet, jo rastisht, që edhe Hazreti Osmani ishte, që edhe gjithat pasurien e Hazreti Omeri në Hazreti Ebu Bekri. E në Hazreti Talha është një pej të garantuarve me xhennet. Atë urdhron pejgamberi islam, shko, digje që këtë shtëpi. Talha nuk e di çka ka në shtëpi. Pejgamberi më ka thënë, u sos puna. Besimi me të thënë, digja shtëpin besimit, tamam. Ama pejgamberi kur thot është diçka tjetër. Neve me këto mentalitetet të laicizmi që i kemi brenda, Allah i na pastroft njëre për gjithmonë, vinë do vezvese, pa i munafik, lajk ka bobe, pa i ka bo, anë gjëmë të ka, po, nëse dhe bëjmë muhabet, dilni, ka një akullore, hajde, pare të undvar, nuk ka problem, veç koncentrimin në këto, tu flitet për pejgamberin alayhis salam, nuk i ngjan arsimtarit të biologjisë apo kimis në shkollë, tamam, më falë nëse u preka, ama apo, flitet për dinin e Allahit, aty maksimum arsimtari mund të akrise një shpull, këtu, me lajqet malkujnë, tamam. Hoxha nuk trefën, ama ngjojni, ani. Se harrohen ma pa ku jam. Do me thamë, pejgamberi ka urdhnu të digjet ajo shtëpia, llafin 2 nuk ja ka bo, nuk e ka hulumtu, pse ma tha këtë pejgamberi. Ama pa del se, tu gje ka ajo shtëpia, dalin. Kush dalin? Munafikët me jahudit, marrveshje t'i sulmojnë për mbas muslimant. Pa qetë të gjindet xhevapi, i një urdhët të pejgamberit alayhis salam. Po le ti as i besojsh, pejgamberi çka ka thënë është hak, bone çat. Ama pse? Ama pse thujt? Ama pse mjekrën? Lini me ti. Ti fetva në Ruzullin, në tokat e Maqedonisë, do marrish nga hoxha i nderuar Taxhudin Efendi Bislimi, çkaç? Pi aty do lexosh fetva, tamam? E ja ka nxjerr një fetva shumë të bukur, atë lexoje për këtë çështjen e mjekrës dhe thonjve. Mos hyn në Instagram dhe TikTok. Instagram dhe TikTok fetva nuk mësohet, aty mësohen si vallëzohet, si luhet, kishen do lafe pis, ato nuk di thom në ders, se njerë u korritëm, hoxha i di ka këta, unë e mendoj që aso diçka tjetër ajo. Pi fëmijëve e kam gju,
Unë mendoj se e kajmë në vesh një vallëzim, ama i vallëzimi ka katastrofa i vallëzim. Kem të u korrit për pak. Mirë. Një rast tjetër që ka ndodhur, pejgamberi alayhis salam kur niset për në Tebuk, atje Hazreti Aliun e le këtu në shtëpi. Dhe thot ti je vekili jem, ti je zëvendësi jem, dhe ruhesh edhe familjen, se ka qenë edhe njëri i shtëpisë, se dhëndër, po edhe musliman do t'i ruhesh se je njeri i mirë. Mirë po prapë munafiqët çesin llaf Aliu radhiyallahu anhu. Sigurisht ka bërë një gabim që pejgamberi e përzum nga ushtria, e këto munafiqët sa të vështirë. Për çdo send gjen ka një koment. Shumë gjanë me gjendjen e sotshme të ne të xhamatlit ton në xhamia. Shumë mjekër, pse ky je mjekër? S'ka mjekër atje, kipse s'ka mjekër. Ai na lini rahat me, të lutem apo. Kipse ashtu, kipse kështu. Ki gjatë e mban dersin, ki shkurtë e mban dersin. Ki flet ashtu, ki flet kështu, lene. E Hazreti Aliu preket shumë, i hip kalit, me njerë mbrin këto, hala pa mbri atje ku duhet të takohen me dyshmant. Pejgamberi alayhis salam kur e shef i thot pse? Po thot çashtu fillon thashë themet për mua, merr thrant. Thot shko në shtëpi ngjoj pejgamberin çka të ka thënë. Se ti je vekili jem, shko ruaj familjen edhe ruaj muslimanët. Se vapin dhe marrish si me marr pjesë në luftë. Ku nevet na those taj rej, au shqir traku, elhamdulillah. Ja, beqe, vallahi çashtu. Vallahi çashtu. A dini si jemi në hoxhallarët. Allahu Teala në Kur'an thot, kur hapet një luftë, Zoti na rujt, Allah ja Rabi edhe njerë mos kthen ato ditë, se ishin fëmijë. E nepse ishtë me përmasa shumë më të vogla në krahasim me këto, me zullumqarët e mëdhej që ndodhen, ama prapë është një frikë lufta. E nuk ka hajër në luftën. Allahu Teala na rujt, ka luftëna të brendshme, të jashtme, çfarë do lloj lufte. Ajeti është kështu, thënë kur do shkojnë musliman të luftojnë, një pjesë aty në letrin, le të urdhënojnë për të mirë dhe të ndalojnë nga punë tek xhia, që i referohet hoxhallarëve. Kitë quajmë vitin pjatin e hoxhallarëve. Unë duhet rrej këta apo. Ashtu jemi ne. Hiç na shkon ndërmend se ka pas edhe hoxhallar që kanë marrë pushkën, kanë luftu. Nuk do mbohemi pjatin e hoxhallarëve. Piktin e shpejt durem. Interesant jemi ne subhanallahu. Hazreti Aliu shkon. Pejgamberi ka thënë reki prap shkon. Për s'diti mo kur i thot pejgamberi kthe tamam. Mas e vapo të ngjysh pejgamberin se sa çka kanë fol tjerët. Gjatë kësaj ekspedite ushtarake ka ndodhur edhe ai rasti është dersi Riyadus Salihin, duket 3 sahab që ngecin vonë edhe së mbrin, shkojnë mapa Allahu Teala pak i dënon 40 ditë nuk u flet askushi dhe kalon në Kur'an ngjarja atyne se sa pishman janë bo, sa u ngushtu dinjaja. Edhe mapa kur vjen ajeti se Allahu i ka fal. Ngjonja ders shumë i bereqetshëm. E katërta, devja e pejgamberit alayhis salatu wasalam hupet në këtë udhtim, se kanë zgjat ndoshta me muaj ky udhtim. Prap munafikët dalin në mejdan. Zeid bin Lusajt ka pas një munafik, u thot kështu besimtarve, shif mesin e ushtarve, mesin e muslimanve edhe ky. I thot ky pejgamber, estagfirullah, Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed. Hala nuk e din ku e ka deven, kit na çojë neve në luftë. A e thot njeri këtë laf? A e thot një musliman këtë fjalë? Ja ku e çet, Allah i të bën rizil. Em qefish, bile hysh edhe në ushtri me muslimant, për mbares ndoshta më thuj njerëzit që, ama me një moment, tak, del mejdan munafik laiki. Për çfarë duhet me pas shumë kujdes. E të jetojmë, si kur jemi të ufrik, mos val jam munafik. Hazreti Omeri nëse afrik, helbet mos jam munafik, edhe neve duhet të frikemi. Momentin kur e ke atë frik, do të thotë se nuk ke shenja të munafik lëkut. Se ai që është munafik as që e bën hesab vetën, thotë unë në xhenet sa glo. Ai nuk dyshon nga vetja. A neve duhet me dyshu. Po në jetë një situatë e vështirë që kështu, a dhe e trastojmë pejgamberin alayhis salam. A dhe lam dinin e vetë qosh, a jo. Unë mund t'jap shumë shembuj se me njerë dhe e lam xhamat. Me një matur, me një semi matur, me një natë të vitit të ri, me një TikTok, me një Instagram. Vallaj ti shkon gjallë pejgamberi alayhis salatu wasalam, na kish pasë, ne hym në TikTok. Me ne do thoshte fshijat. Farfshije, fugen gjubre telefonin, pun shejtani është ajo. Pse? E din edhe pejgamberi nëse unë e di, se mbas disa minutave na çoje në ndonjë gjuna, pejgamberi alayhis salam me njerë do kishte ndërhy, Allahu gjithve na rujt, e ne na bof nasip një teubet sinqert, edhe njerë mos i përdorim këto sende të kota. E çka ndodhi me devën? Shumë thjesht, vjen Xhibrili alayhis salatu wasalam, i tregon pejgamberit çaty e ke dhe e gjen devën. Dhe kur e gjen devën pejgamberi alayhis salam që e ka pas emrin Quswa, thot, po e vërtet është. Pa Allahun nuk mund ta di unë gajbin.
të mqeftat nuk I di. Veç kur mi bon me dija Allahu Gjelle Gjelaluhu, shumë thjesht. Dhe këtë kur ta thot, vallai besojsh, po se po 100% që I besojmë, tash 200% më shtohet imani për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fuqia e imanit. Gjatë kësaj ngjarje ka ndodh namazin e sabahut një ditë, se tham ka ndodh ajo udhëtimi ka zgjat tepër. Një ditë namazin e sabahut zgjohen ta falin, pejgamberi alayhis salam shkon pak më larg, ta krye nevojën dhe të marrë abdes, se ka qenë edhe ai njeri. Mi po vonohet pak. Sahabët presin, afrohet lindja e diellit. Dhe çesin Abdurrahman ibn Aufin, se ka qenë lexues I mirë, diltej na fal sabahin pejgamber është. Ani stakfurda, jo që mes fal namaz, ka shansa I mo fale namaz, po pejgamberi është pejgamber, neve nuk mund të na hike sabahi. Del Abdurrahman ibn Aufi, Allahu Ekber, mbrin reqatin e dytë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Xhamatit fillojnë dridhen. Çka bonëm ne tash? Pejgamberi do lidhet si xhamat para një njeri që nuk është pejgamber. Ai shkatron fena, çka bom? Abdurrahman ibn Aufi fillon të bëjnë ja dy pak mbas. Yani fillon të lëvizë. Pejgamberi ja bën me isharet rijat. Edhe lidhet efendia I kainatit, nuri I kainatit, pejgamberi alayhi salatu wasalam lidhet aty në xhamat. Allahu Ekber. Ah be, ummeti aty në xhamiat tona grushta shkelma kush do dale imam. Pin hutbe e zdron hoxhën te poshtë te mushrik qafit munafik. Ju nuk I keni mbri këto. Ju si keni mbri këto. Ftyra e vërtetë aty në është kështu. Me pat mundësaj me grushta me shkelma na çesin pi mihrabi. Çesin fitnë fesad në xhamaj. Hala nuk e keni të qartë me çka jemi të u ballafaqu. Ama neve trit mëson në Instagram. Pa në Instagram shumë romantik duket o vlla, pejgamberi. Po pejgamberi a lidhen kush o më nalt se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lidhet, a lidh xhamati. Fale namazin ti. Mos hyn ti ta kontrollosh kush është imami, a ka iman, a ka abdes, a ka ku e di çi. Është një parim apo? Nuk duhet me ju përzi imamin ta pyesish a ka abdes. Allahu kët nuk na ka bë obligim neve. A ka iman? Nuk jemi neve që dhe marim në llogari. Dyshojsh pak, po se është pak çishit fasik hesapi, apo hinë në përdo lokale pa lidhje, tamam, ama nuk duhet te ta drejtosh xhamin. Shkon në një xhami tjetër fal, çkaç? Mo çit fesat në xhamin, shpinë e Allahut. Shumë thjesht është kjo punë. Nëse pejgamberi alayhis salam është lidh mbas një njeri që s'është pejgamber. Një ngjarje tjetër që ka ndodh, sabahi ka mbet kaza një ditë tjetër. Ai rasti me Hazreti Bilalin. Lejletu ta'ris I thujnë. Ta'ris I vend pak kështu. Në ajo që themin e një 5 minuta. Ajo 5 minuta sa bëhet më apo? Disat. Minimum disat e ki atë 5 minuta. E disat do thot lindja e diellit ka ndodh motit, hiki sabaj kaza. Për çat sa I hapim sy xhamat na kujtohet se shejtani është I vështirë, shtin gjumë, ma pa jo veç namazin, po në punë vonohesh, ma pa së një gjish pantullet, gruën e qërtojsh, gjims, njënën kam e ke vejsh, qetërën të shkallët ataj, po rëzohesh, thesh, rezil bohesh, përsa? Për që të 5 minuta. Tamam. A në u hapën sytë, s'ka mojnë e 5 minuta. Qohemi sabahin e falim, e ma pa qëllim punën tonë. Ma pa mo flini, ama I hoxhem si thoshte, unë e u thomë, ama unë e fli, thotë. Po, atë ditë ndodhi namazi të falet sabahu për herë të parë kaza, dhe si e boni kaza pejgamberi alayhis salam me xhamatin, e fali sunnetin ma pa farzin. Që piktu e kuptojmë, mo boje vaki, ama helbet me ndo se insan hali, po na jet kaza sabahi, e falim sunnetin kaza ma pa farzin. Edhe me xhamat mund ta falim. Thon kitu, gruaja, nëna, baba, kitve na kazan xhumi, njëtë si me falin vakët, njëni del imam, qerët lidhen mbas. Ama jo në xhami ta marrë vesh kitë muhala. Kemi asi njerëz se subhanallah, as të vënë bare be. Ama kito puna se nuk ngjojnë derse, nuk lexojnë kitabe. Allahi më ka pasur në çef pi njerëzve, kjo nuk ka qasje muslimane. Hazreti Enesi radiallahu anhu, sahabi I madh, 10 vjet I ka bo hizmet pejgamberit alayhis salatu wasalam. Një ditë e zet xhumi dhe vonohet namazin e xhumas. Mirë po mos e krahasojmë me neve që rim deri në sabah në telefon e ma pa ka flet një ditë 3. Nuk është. Ndoshta ka shku ka punu loçka, e na ndoshta një 5 minuta kur të pushoje e zu xhumaja.
shpejt me vrap, merr avdes, ta mbrihet xhuman. Kur mbrin te xhamia njerëzit shpërndahen. Edhe më qefet në bas një stupi. Bas një shpije më qefet. E shef njani pej xhamatlive i thot, Allah i t'ka pa, pe kujt në qefesh? Ja një njeri që ka ndet me pejgamberin a.s. Thot, aj që s'ka mbare pi njerëzve, s'ka mbare as pi Allahit. Nuk duhet ta din edhe qerët se më ka ik gjumaja. Edhe për sabahin, mos hajde në xhami ta falish namazin e sabahit kaza. Puna e parë që duhet tjetë për neve, atë ditë Zoti na ruaj që na hiki sabahi. Hiç, as gruas mos i fol, as saballek mo ha, as në punë mo shko, vononja 5 minuta, që aty fale sabahin kaza, ma pa nejsu. Puna e parë që duhet namazi kaza me u fal. Se po vdi që udhës, shkojsh pa namazin e sabahit. Tamam, gjyna nuk shkruhet, se gjumit kazan, alarme kebo supozim, ma po, edhe ta lash momentin e kazas, ta vonojsh, e në të dzane vdekja pa atë namaz, atër ka ndëshkime. Xhamatli toni shof, do vinë ka ora 12, që aty e fal sabahin kaza, ma pa e pret drekën një sahat, nuk është mirë xhamat. Është një gabim, dhe e falish më qeftas, më të qofe kërkushi. Një ngjarje tjetër e shtatta, pejgamberi a.s. në këtë udhtim urdhëron që mestet që i kemi neve nga lëkura në kam, që mund të përdoren për udhëtarin 3 ditë e 3 net. Edhe një rast tjetër, një natë fal namaz tehexhudi pejgamberi a.s. në këtë luftë, dhe kthehet ka sahabët, në luftë janë nis tehexhud falin xhamat. Aje ka luksin të hikjen e namazi sabahit. Neve nuk e kemi atë luks. Mbas tehexhudit kthehet ka sahabët dhe e thot atë hadith shumë të famshëm që kalon në për kulliatet e hadithit. Thot pejgamberi, janë dhënë 5 gjëra që pejgamberëve tjerë nuk i është dhënë. E para, këtë rruzulli toksor është bot xhami për mua. Do me thënë, ku dze vakti i namazit, nëse mu shkosh në xhami me xhamat, kuptohet mas e vapë. Ama sa të të hiken kaza, në benzinsk, kufi, në bafqet shkollës, ku e di, në vend punës, një zyrë, këtë rruzullin toksor e kemi, xhami mund të falen namazet, kurse fet tjera, para se me u prish. Thënë, sheriati Hazreti Musës dhe Hazreti Isës e kanë pas obligim me shku në xhamia me u fal. Ku dhe gjish xhami? Ku dhe gjish shkove për punë kin, hajde për mall. Ku dhe gjish xhami aty? Shife çfarë ymmeti jemi neve. Çfarë ymmeti? Çfarë do thot? Shkosh në kin, për namazin e drekës duhet të hipish në avion, shkosh në një shtet mangat ku ka xhami, ta falish drekën, të hipish prapë në avion, ta vazhdosh biznesin. Asnjëherë nuk do e kishim bë. Do e kishim lënë mbas dore fen ton. Nëse në këto kushte e lëm bile mbas dore, e ku më? Çka na kushton be? Presish aty rrend. 200 veta ka para teja, apo e do të hiken kaza. Mesxhidi është për te kontrollës së pasaportave. Pashtrie palltën që aty 2 rekat se je seferi. Në aeroport hala jemi seferi. Kufinin e qytetit ton kur hym, mo prishet seferi leki. Ama në aerodrom atje të Shkupit, hala jemi seferi. I qindia, me njerë 2 rekat, so se gajlen. Musliman jemi be neve. Musliman jemi neve. Për këtë gjem apo, e nuk lanë atej. Po gjem një vend, apo 2 minuta zedhe kjo, 2 minuta edhe namazi. Hajde, ani, ne ta dëshmojmë se jemi robt musliman të Allahut, e dumë Allahun, e dumë pejgamberin, këtë të lehtësime, të shfrytëzojmë, mo dalim bojmë i rezil para Allahut në botën tjetër. E dyta, këtë toka është bojë pastër për mu, s'ka ujë, marisht e mëm. Edhe ajo ka do kushte, 2.8 kilometra duhet ta kërkosh, e kështu me radhë, ka do detaj. E treta, ganimeti, plaçka e luftës për mua është bro halal. Për ymet e qera, vinte një zjarë nga qielli, e dishte ketat pasuri. Shkoj altani atë, da e mirë shëmune, apo. Nëse ka vjedh dhe kushi, nuk s'dripta i zjarë, derisa ta dorzoje. E në kitë të çlushin një qetën, apo kush e ka vedh, apo. Ka ndodh, me pejgamberët e kaluar ka ndodh. Ka raste interesant xhamat, lexojeni literaturë fetare, kënaqeni. Tjetër, unë jam dërguar për mbar njerëzimin si pejgamber, pejgamberët para mu janë dërgu vetëm për popujt e tyre, dhe pesta që ka të bëj me luftën e Tebukut, thot, unë jam një pejgamber që veç kur më përmendet emri, i hin dyshmanit në zemër një frigë, qof nga një distancë, një mujorshe për me hec. Fiks qaç ka pas distancë, atëherë kur e kanë falë namazin e tehexhudit, për t'u zatek me dyshmanët. Mas që këti hadithi, Allahu Teala dyshmanëve u aqon
haberin e vërtet se Muhamedi alayhis salam s'pas ka vdek dhe janë mbledh me 10.000 luana këtu dhe hajta mbajtësh, ti ndreqi muhabetet, raportet, diplomacia, jo kjo, edhe bëjnë sulh, me marrëveshje, vetë që shkun e bënë një udhtim, një ekskurzion, muslimant, sa u dul në mejdan ftyra munafikëve, hiq pa luft, Allahu Taala u aboni ta fitojnë këtë luft dhe këtë ato kushtet që i dhanë muslimant u detyrun ato ndej ti pranojnë. Një njerë nëse ka ardhur me 10.000 veta deri këtu, që mund të mbojë mu? Frigen apo? Çashtu është, hoxha më thoshte edhe me neve sot. Nëse ty e ke një sunnet në kokën tënde, në fytyrën tënde, në veshjen tënde, apo në zemrën tënde, alis besojsh si pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dyshmani do friget merret me ty, edhe të nkucet me ty. Tamam. Këto puna neve në shtëpitë tona dhe jetojmë fen islame apo jo? Gjys reshti kemi lexuar nga kitabi xhamat. Gjys reshti. Hoxha parës më pyeti, hoxha parafërsisht sa faqe lexosh në ders. Po e bona hesab deri sot një 10 faqe. Sa dersa u bën 4? A 5? Sot e 5-ta. A e 6-ta. Çashto. Faqe 69 jemi. Do me thamë parafërsisht 10 faqe në ders. Sot gjys faqe një ders. Mirë po duhet ta kuptojmë këtë. Çka do thot afallahu ank? Pse u dha e leja atyne? Kujt mbi 80 munafik erdhën para se me unis në këtë luft, kërkun leje pi pejgamberit alayhis salatu wasalam, a ka mundësin e trem shpejat tona, që mu dhem kama, unë sajtë së më shofin, ande, kanë qishit behanesh. Pejgamberit, i ven gjuna, thot si i komun e këto luanët e mirë, kom Hazreti Omerin, ma thjesht. U jep leja atyne. Allahu Taala tash në thojza e qorton. Mirë po si dhe kuptojmë tash dhe marin fjalën ulemat e mëdhej, Ebu Muhammed el Mekki thot se kjo shprehje, afa Allahu ank, Allah i të falt, në gjuhën arabe e ka një lloj kuptimin si me thanë, Allah i t'i dhash kitë mëjrat, apo Allahu të nderoft, do me thanë, është shprehje e nderit, jo si shqip si t'inglon. Allah i të falt, kur thush, si kur më thush, unë jom gjinafqari math, unë jom kherësës, unë jom dhe një rezil, Allah i të falt, apo. Shqip t'inglon ndryshe, ma arabisht nuk është ashtu. Arabisht Allah i të falt, i vaj ka Allah të nderoft, Allah i t'i dhash kitë mëjrat. Ja, Allahu Teala e jep haber, do me thani, lajmëron pejgamberin me falje, para se ta lajmëroj me ndonjë gabim që e ka bo. Imam Semerkandi, thot disa ulema këshu e kanë përkthy këtë fjalë, afa Allahu ankin, tashat ajen në fillim e zgjasim. Bëhet një formë tjetër, ato që din gramatik arabe, kuptojnë. Bëhet afakallahu. Afakallahu, bëhet pi Allahu të falt, Allah i dash shëndet. Pra për fjalë e bukur apo pozitive. E si me thanë kështu Allahu, ja selim el kalbi, o ti që e ke zemrën e shëndosh. Selim i vën njëri shëndosh, njëri hakikat, pa krivina, tamam, selim i drejt. Lime e dhin të lehum, që o ti me zemrë të shëndosh, o ti sak salim që e ke zemrën, pse u dha e leja atyne, para se me prit vahin dhe urdhërin tim. Tamam. Kjo nuk do të thotë se pejgamberi ka bo një gabim. Do dietar tjerë kanë thënë, e ka fillu me këtë shprehje, afa Allahu ank, se të kishë thënë lime edhin të lehum, pse u dha e leja atyne. Kështu ta kishë nis ajetin, ndoshta dhe i kishë plas zemra nga mbarja dhe nga frika dhe respekti që e kanë dhe Allahu xhelle xhelal. Tu mendu se ka bo një gabim shumë të madh. Se bëhet fjalë për zemrën e pejgamberit o xhamat. Neves na bëhet vonë be. Neves na bëhet vonë, o thot hoxha foli be pak, çiti foli unë. Çiti foli unë një vetes duhet t'i flas. Neves na bëhet vonë për gjunahet tona o xhamat. Ai mo e mashtrojmë veten, këtë e dim veten çfarë brumi jemi. Po se di frigem veç mo me pa pejgamberin alayhis salam, besoj se çaq mo ne dobët nuk do ishim. Po ai na kish bind, lene këtë gjunaf se s'bon. Ama ne ndërmjet viti, ja. Nuk bëjmë punë të xhamat. E zemra ati është ka që ndishme. Më kom botë një gabim, për pak ndoshta do kish vdek nga frika. Prandaj njerë e fillon me fjalë të buta, se tema është ajo, mëshira dhe shprehjet e buta që i përdor Allahu për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe pe këtu ta korrigjojmë një keq kuptim helbet që e kom gjumë mesin e trive flitet kjo, në pejgamberët kanë bërë gabime që Allah i ka thonë, Allah i t'i fal gjunafet. Opa, ka dale. Ka dale. Më e thoma të fjalë qetër se tash më duke si një hajvan.
Hajvani hajvani çet zëra pa lidhje në s'ka mend, çka flet. Nuk flet zatën, çet zëra. Hajvani çka i thujnë? Qukshi i thujnë apo. Edhe ti për pejgamberin alayhis salam nëse flasish ashtu, hoxhallarët ta bëjnë mapa quksh biro. Kujdes, pejgamberët s'kan gabime. Pejgamberët s'kan gjunafe. Këto shprehje nuk kuptohen si me i thënë hoxha talebes. Tamam, Allah i të falë, neve zëtën nuk thujmë, Allah i të vrafë thujmë, neve qatë që jemi Zotin në rujtë, po mos i keq kuptojmë këto shprehje. Mirë. Do me thanë, si me thanë Allah u këshu, o pejgamber i sinqert, o pejgamber i vërtet, Allah i t'i dhash kitë majrat, Allah i dhash shëndet, Allah u të nderof, do me thanë, unë e të nderofsha. Pse i dha e leja atyne, të pritëshe edhe pak, vetë do t'u dilë të ftyran me i danë. Do me thanë, e mëson Allahu pejgamberin se duhet me prit vahi për gjërat që na presin të ardhmen. Mirë, ka do komentimet bukra. Ka hyt është e shqyrton atë temë, do me thanë, si duhet me ju qas ajeteve që nënkuptohet si kur pejgamberi ka gabu, e Allahu e ka qërtu. Shkurtimisht unë u atë regova atë, tash inshallah dhe i këcej do reshta. Mirë. Një shembull tjetër, do me thënë një ajet tjetër, ku Allahu Teala flet në butësi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Surja An'am ajeti 33. Allahu Teala thotë: "Esta'idhu billah, bismillah. Qad na'lamu innahu la yahzunka alladhina yaqulun." Qad na'lamu, ne me të vërtet e dim se gjendja është kështu. Le jahzunuke, ty të mërzit, ty të bën kahar, alladhi yaqulun, ato fjalë që i thujnë që këto munafik dhe mushrikë. Fa innahum la yukadhibunaka, sepse ata nuk të përgënjeshtrojnë ty, ata nuk të thuajnë ty gënjeshtar. Me fjalë tjera ata s'kan problem me ty. Walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun. Mirë po, këto zullumqar, këto munafik, këto mushrik i mohojnë ajetet e Allahut. Do me thanë, një njeri kur thot, une nuk i besoj haditheve, Allahu Teala thot, ai nuk ka problem me hadithe, ai mohon ajetet tona. Tamam? Kështu duhet me kuptu këtë mesele. Aliu radiallahu anhu e të regon një rast. Thot, Ebu Gjehli i tha pejgamberit alayhi salatu vesselam direkt. E si thujnë qafir, ama hakin mos jaha. Thot, neve nuk kemi problem në ty, neve nuk të përgënjeshtrojmë ty, mirë po i themi gënjeshtra, atyne që i recitosh në emën të Allahut. Dhe Allahu atër e zbret këtë ajet, se zullumqarët e mohojnë atë që Allahu e thot, jo se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sa ato e kanë ditë edhe më herët se ka qenë njeri i besueshëm. E jo rastësisht Allahu këtë shprehje përdor ato që dinë arabisht dhe e dallojnë. Se neve qafir i thuj mohuesit, apo kefera yekfuru. Mirë po tu kalon fjala jahid, jahade yajhadu. Shprehje tjetër është. Asnjë llaf nuk oj rastësisht në Kur'an, tamam. Çka është dallimi mes qafirit edhe jahidit? Është se kjo se jahid i thujnë atij që e mohon një realitet pasi e din se është e vërtet. Do me thanë me inat e bën. Tamam. Edhe këto e kanë ditë se ky pejgamber nuk gënjen, ama fjalëve që i bien nga Allahu nuk u besojmë. Ati ne u thot gënjeshtra. E po këtu ka kontradikt. Thuish që nuk gënjen asnjëherë. E pse të gënjejë në emën të Allahut xhelle xhelaluhu. Pastaj Allahu Teala e ngushëllon dhe ja zbut zemrën pejgamberit alayhi salatu vesselam me një ajet tjetër. Kalon në surën An'am, ajeti 34, me njerë ajeti i radhës. Allahu Teala thot, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Me të vërtet, njëtë si ty që të përgënjeshtrojnë, edhe pejgamberët para teje i kanë thanë gënjeshtar. Do me thanë qetëso, apo. Ato si janë sprovuar, e në ti dhe sprovohesh. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا, prandaj ato bën sabër për ato fjalë që i përgënjeshtrojshin, وَأُوذُوا bile edhe u maltretuan shumë, hatta etahum nasruna, pastaj erdhi ndihma jon të ato. Wala mubaddila li kalimatillah, s'ka kush i ndryshon fjalët e Allahut, urdhrat e Allahut. Wala qad ja'aka min nabi'il mursalin, dhe ty të kanë ardhur vetë se këto habere, këto lajme dhe këto histori ngjarje të pejgamberëve të kaluar.
Një nga cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka të bëjë me shprehjet e buta të Allahut ndaj atij pejgamberit të dashur sallallahu alaihi wasallam, është se Allahu gjithë pejgamberëve u është drejtuar me emrat e tyre. Shifni në Kur'an kalon Nuh, kale Musa, tha Isa e kështu me radhë. Mirë po, për pejgamberin alayhi salatu wasalam kalon kështu: Ejuher Rasul, o pejgamber, ejuher Nebi, që është një fjalë tjetër e pejgamberlekit, ejuhel Muzemmil, o ti mbuluar, ejuhel Mudaththir, tamam, me llagape. Do të thonë me llagape nderuese. Ndryshe me i thënë, o besim xhibësh, ndryshe o hoxho, si ja je majra, po. Ha, personalisht mua më pengon. Jo, ama sënja për ngjaj gojës së një muslimani që din të marrë abdes, din të marrë 5 vakët namaz dhe din të lidhet atij hoxhës mas, ta thajre atë njeri me emër. Në qitape kalon kjo. Baba edhe hoxha me emër nuk duhet thirret. Se është një pozitë që duhet ketë pak respekt, apo. Neve shqiptarët këtë e kemi. Ku i shëndet te Omeri? O, ka dalë, nuk e ke shoh klase. Po ai nuk ta mësoi ty tabelën e shumëzimit, ai ty ta mësoi fjalën e pejgamberit alayhis salam. Rastisht e thash këtë emën, te Ahmeti, te Mehmeti, te Besimi, te ai te ky. Te hoxha themi, ne do fitojmë si xhamat. Ne i dim gjunafet tona. As ma nalt, as ma poshtë, si dush shaje, si dush lavdroje. Ama neve si xhamat na ngjan me i thirr me emna hoxhallart. Sidomos nëse është më i masën në moshë. Pik. Hajde, të kallëzojmë terbijet bukur islame. Faktikisht një 10 minuta do lexojmë edhe do ta mbarojmë. Mirë. Do me thënë, deri tash i përmendëm disa ajete ku Allahu me të butë e qetëson e ngushëllon pejgamberin ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Tash disa ajete që prapë është me lavdru pejgamberin, mirë po në një formë komplet tjetër që se ka bo me asnjë pejgamber. Të betohet në emrin e atij pejgamberit. Do me thënë, neve kur bëjmë bie, duhet me thënë veç vallahi billahi tallahi, veç në emrin të Allahut mund të bëjmë bie, ose me emrat e Allahut. I betohem Rahmanit, Allahu që është. Mirë po. Allahu mund betohet edhe në han, edhe në diell, se ai ka kriju këto. Po mund betohet edhe te Muhamedi alayhis salatu wasallam. Si me thon pasha Muhammedin, ç'kjo është. Tamam. Neve s'u ne bëjmë kët, mirë po Allahu Teala për ta nderuar këtë pejgamber të dashur, i ka përdor këto shprehje. Allahu Teala thot Surja Hijr ajeti 72: Le'amruke innehum lefi sekratihim ya'mahun. Betohem në jetën tënde se ato janë tu çorodis në dehjet e tyre. Do me thënë argëtohen këtë dynja si të dehur dhe unë betohem në jetën tënde se ato janë të devijuar, si me thënë. Do me thënë, ulemat kanë thënë, çka do thot betohem në jetën tënde? Betohem në hajatin tënd. Do me thënë, përderisa jeti gjallë, betohem në jetën tënde, betohem në veprimin tënd, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Betohem në bekan tënde, sado që jesh gjallë në këtë dynja, unë betohem te këti. Me thënë, Allahu të përmende me bie, do të thotë se është diçka shumë me vlerë. Ka thënë një dietar Ebul Xheuza se Allahu nuk është betuar në emrin të asnjë pejgamberi tjetër përveç Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo tregon se ai ka më shumë vlerë se gjithë pejgamberët tjerë. Edhe kjo është një çështje që duhet dihet ehli sunneti, e pranon pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam mbi gjithë pejgamberët tjerë. Tamam. Po ashtu, një shprehje betimi që do të çuditeni. Ndoshta çdo xhumë e lexojmë kët, ama se dim se çka jemi tu shqipëtuar. Allahu Teala thot: Esta'idhu billah, bismillah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim, aty veja është për të bobie, se ma pa fjala Kur'an ka ardhur me i. Wal Qur'ani, i betohem atij Kur'ani se ti je nga pejgamberët. Mirë po do dietar kanë thënë, Allahu Teala këtu 2 herë betohet. Edhe me fjalën wal Qur'ani, po edhe me fjalën Yasin. Edhe Yasini, sipas do dietarve, ka kuptim të kasemit, të bijes. Si me bobie, Yasin. E çka do të thotë Yasin? Ja insan, o ti njeri. Do thënë njeriu më i përkryer, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ose ja Sayyid al-Anam, ose Sayyid al-Insan, Sayyid an-Nas, o Sayyid, o efendia e njerëzimit. Shif, ja Sayyid.
Yasin, tamam, shkurtimisht, Yasin. Këto janë mendime, sigurisht që vinë nga ulemat që janë referuar të sahabët, që Abdullah ibn Abbas i thot, ja insan, si me bobie, beton në që këtë njeri, Muhammedin a.s. Dhe beton në atë Kur'an që e ka sjell ai, se ti o pejgamberi jemi dashur, je me të vërtet nga pejgamberët. Disa dietar kanë thënë, Yasin është nga emrat e Allahut, atëherë i vjen sikur Allahu Teala betohet në veten e tij, ma pa në Kur'an se ky është pejgamber i vërtetë. Mirë po, më mirë është që kështu me besu. Më mirë është që kështu me besu. Këti ne u thonë huruful muqatta'a, harfet që duhet me i lexu kështu si në alfabet. Yani jo ta lexosh yaseat, ku e di, ose eleme, elif lam mim janë ato. Huruful muqatta'a, tamam, i lexosh si është në alfabet. Në alfabet shkruan ja elif, lexohet elif. Në Kur'an kur ka hareke lexohet e. Elem tera kayfa. Aty nuk thuhesh elif lam mim tera kayfa, apo? Elem tera kayfa thuhesh aty. Ama Kur'ani në fillim të surës elif lam mim, Yasin, Taha, Kaf ha, Ya Ain Sad. Këto si u thuin huruful muqatta'a. Këto pa i dit nuk guxosh ta dish çka është mezhebi Maliki, Shafi, gjika thon Ibn Taymija, gjika thon Ibn Qayyimi, tamam. Këto duhet me i dit njëherë. Huruful muqatta'a. Besimi më i sakt, më saglam është me thon për këto, si kanë thënë selefët, Allahu a'lem bi muradi bi dhalik. Allah i din më mirë kuptimin këtyne, neve nuk i dim këto kuptime. Tamam? Nuk i dim këto. Janë do shifra në Kur'an, neve nuk i dim kuptimet. Atëherë hyn në kategorinë e ajeteve mutashabih i thuin. Ajeteve që neve në asnjë gjuhë s'ja gjejmë kuptimet. Ka plot ajete kështu. Ku lexoni dore Allahut, tyre Allahut, nuk përkthehen kështu. Nuk mjafton asnjë gjuhë tjetër përveç arabishtes me dhënë përkthimin e asaj fjale. Istiwa mbi arsh, yedullah, wajhullah, tamam. Yawma yakshifu an saqihi. Pse ne përkthesh be loç kama e Allahit astaghfirullah. Pasë ne përkthesh be e hapi kamën Allahu a ditë son përkthehet kështu se prishet feja islame. Prishet feja islame. Jon pak i ndishëm këto tema se u bo çorp, u bo dhalt, u bo feja islame be xhamat. Pa nuk mësohesh te be në Instagram, TikTok be feja. Le as përkthime mos lexojnë astaghfirullah, vën bare me thon ama. Po e shohësh përkthimin, pa lun me përkthimin be hoxha i nderuam, ndryshe ka përkthy, pse ka vdek dhe janë bë 70 vjet si ka vdek, tash prekin në përkthimin e atij. Po ju as i besojni Allahit, be as i frekni Allahit. Pa i hoxh kshu be ka përkthy, ta ja prekish përkthimin atij. Halal të kofs, kush përdor telefon me susta, bravo. Kjo së më pengoj hiq. Ama të kishtë, këman iPhone, problem. Mirë, ta më më vakët, se mo, pa kom bo bajate në juve me këto tema. Mirë e po, qka duhet kuptojmë tash, dhe me këtë dhe mbarojmë. Huruful muqatta'a i thujmë, dhe janë nga ajetet mutashabih. Do me thënë, në lexim të parë së ne kuptojsh. Parashtrohet pyetja, Allahu veç i din, apo? Pejgamberi a.s. a i din kuptimet e atyne. Haj ma e run ta përgjigjen ma shpejt, se është një çështje pak delikate. Është diçka e detalizuar, apo? Këtë një njeri që s'është hoç, mund edhe mos e di, i tolerohet. Ama, për çfarë them duhet me pas shumë kujdes. Mos folim për fen islame shumë e shumë. Folni si pleq ton maksimum për kurbanin, sa veta dëhim ortak qëtej. Tamam, mos hynja duhet prejnë thojt flokët mjekra. Stër gjyshjot nuk e ka fol këtë temë. Stër gjyshjot ka shku kurbanin më të shtrenjtë të ka blit. Neve sot shkojmë në një shtet tjetër, ka Afrika, agje se ma lirë kom marrë verë se therim kurban. Realitete janë që këto. Nuk o gjyna. Nëse s'kije këtu 200 euro të therish, qoj ka Afrika. Së në përzjemun e në gjepin tëndë. Mire po, a në qoj e lirisht. Kur thëmë lirisht, ma se va po këtu të medresja jonë. Po gjo s'kom 200 euro. Tamam, së në të mune më therë kurban si mjetë. Nëse kije ma pak, që kom gjuse në shtete qera, theren kurbane. Mirë, gjithësha të thonë. Pleq tonë kanë folë gjira praktike. Nuk kanë debatu, tamam. Muhabet s'kanë bo, e kanë zbatuat. Prandaj edhe neve, mos flasim se dëkun mund gabim. Po u hap që kjo temë në kafe, hajde shtaj, e nuk i asë një hoqë nga të aty, po me thanë,
Po anë pejgamberi nuk i din ato kuptime, stakfirullah. Shifni tash ku do dalë ajo fjalë, stakfirullah hasha ve kella. Në usul fiqh e kena marrë këtë mesele. Është një land, më në detaje që mësohet fiku, në thëmë parimet e fikut që mësohet. Huruful muqatta, ose këto ajetet mutashabih, a i ka ditë pejgamberi apo jo? Nëse i ka ditë, se s'va ka mësu sahabëve. Shumë ta dishin fiks, çka do thot Yasin. Po ka kuptime, mendime, në më në fund ulemat kanë thënë, mama e ro, hiç mos e komentojmë. Po pse se ka kallëzu pejgamberi në trajm rahat? Po Allah i be nuk e ka leju. Allah i si ka thënë kallëzoja që këtë xhamatit, sahabëve. Po pejgamberi veta e ka ditë, pa tjetër dhe pa dyshim që i ka ditë këto kuptime. Se në usul fik shu kalonte. Se me thonë, pejgamberi në emën të fesë, që të kalojë në Kur'an një shprehje, e ka folë dhe e ka shqiptu atë, pa e ditë vetë kuptimin, më presje thot, pa e ditë atë që folin, flasin vetëm, se fihët budalin, tamam. Vesh budala flet për diçka që s'ja din kuptimin. Për qatë edhe neves në ngjanë. Kemi në do lafet huja, mutashabi, tash huruful muqatta, me njerë më shkon kafe që si shalam, se mund t'i ngatrësh të fjalë. Hazreti Omeri, radiallahu anhuma, ma boni njani. Pse? E kanë gju anhuma dëkund, ishte mendon se për Hazreti Omerin mund të those, po nuk thuhet për një person anhuma, më u kërit, se budala i flet ato fjalë që nuk i din vetë. Tamam, lija hoxalarve këtë. Huruful muqatta, apo ajetet mutashabi, vetë pejgamberi i ka ditë, mirë po s'ka pas li e themi nga Allahu me jamsu ato. Prandaj edhe neve që dë vendosim bëhemi hoxalar, ta mësojmë mirë fen islame. Kita ato terme fetare ti mësojmë mirë. E ti mësojmë si din Imam Ghazaliu, si ka ditë Ebu Hanifja, me fjalët originale, se këto janë literaturë, këto janë idioma, si i thujnë, këto janë istilahate. Yani farzi nuk përkthehet, obligim. Ja, obligim. Bo obligim. Mora e kje të vdesish, atëraj thuj, farzi e kje të vdesim. Nuk e kje farz vdesish, se e vëteti vend duhet bësh vetë vrasje. Ama farzi e kje ta falish namazin. Farzi s'ka përkthim. Vajibi s'ka përkthim. Tamam? Obligim. E po në farzi obligim, po në vajibi obligim. Tamam? Këto janë terme që nuk kanë përkthime. Ismu tazghir, ismu tafdil, këto s'kanë përkthime. Dhe i lezojmë, dhe i mësojmë qashtu, si kalojnë në qitapet e vjetra. Mirë, besoj se e kuptume në këtë mesele, ma bëj një halat se pak e zgjata ndoshta, e në dersi i 5 ose i 6, së në mundën vesh, i 5 ose i 6, tashmo mbaroj me lejnë Allahut, qashtu edhe njerë, dua kujtoj, javës qeter nuk dhe mbajmë ders këtu, se naze Bajrami, Allahu Teala këti badetet vaboft kabul, kurbanet vaboft kabul, kush meret me ato punë, Allah i ndihmoft, se është përgjithësi shumë e madhe. Po edhe ato që janë haq mos na harrojnë, se tash ndoshta janë në hotel e në ngjon dersin, nëse i kujtohen a neve, na bëjnë selam për agje me duat na përmendin, para qabes lutem për neve, për evlatët tonë sidomos mos na harrojnë, dhe kur shkojnë vizitë te vori pejgamberit alayhis salatu vesselam, aty t'ia çojnë selamin më të dashurit ton sallallahu alaihi wasallam, ta përmendin që kështu në xhami ja Resulullah, me një xhamin Tetov lexohet Shifai Sherifi. Të i ke hinë në ndër këti alimit math, dhe i ke thanë, më ke gëzu shumë që e ke shkryt këtë liber. Atër ja Resulallah, ne s'kemi qash dije ta shkryshim këtë liber, po ja merimi me këtë qitap, e ngjojmë, apo e flasim në përderse, dhe dum të piqemi me këtë qitap, bojmë alis musliman të umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu gjithë dhe haqin vë bëf kabul, e në inshallah këthin, sak salem, wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alamin, el-Fatiha.